rritja përfshirë të premten dhe fundjavën, kemi një ndryshim të masave ajrore, një masë shumë e ngrohtë e cila po futet drejt e territorit shqiptar, duke sjellë vranësira të shumta, rreshje të pakta ditën e enjte dhe rreshje momente me pika shiu ditën e premte, por do të ketë rritje të temperaturave, që do të thotë edhe në zonat malore termometri do jetë 0-1 gradë dhe parashikohet që maksimumet në pjesën e dytë të javës të jenë 17-18 gradë. Pra e kemi të ndarë javën në dy pjesë. Pjesa e parë e javës e ftohtë e lagësht si dimër, pjesa e dytë e javës e ngrohtë e lagësht, por që nuk ndjehet ftohtë duke qenë se termometri do jetë në vlera të larta. Nuk ka sinjale që të kemi situatë alarmante për sa i përket rreshjeve do jenë të pakta, në rrepesht të izoluar do ketë skaj jugor dhe juglindja rreshje dëbore, zonat qendrore përfshirë Tiranën më shumë do kenë momente me pika shiu ose ai shiu as pak problematik, dhe parashikohet në fakt që kjo javë të jetë thuajse ose të përkufizohet si një javë tipike dimri, duke qenë se do të ndjehet i ftohtë, sidomos në orët e para të mëngjesit për ata që dalin herët në punë edhe në mbrëmje vonë. Pritet që në pjesën e dytë të javës të kemi problem